Shkarkohet Besim Kelmendi. Besim Kelmendi, ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, është shkarkuar sot nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. 5 anëtar votuan pro shkarkimit të tij, ndërsa në vend të tij Agron Çalaj është emëruar ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit. Shkarkimi vjen pas intervistimit të Kelmendit dje nga Prokuroria Speciale si dëshmitar në hetimet për masakrën e Reçakut. Pas shkarkimit, Kelmendi u shpreh se nga mediat u informova për shkarkimin tim, është vendim arbitrar, KPK-ja s'ka pasur quorum, do ta takoj në gjykat. Ai ishte akuzuar se para vitit 2001 ka qenë i pranishëm në fshat, pretendim që vetë Kelmendi e mohon kategorikisht. Kur në jetën time deri në vitin 2001 nuk kam qenë në Reçak. As nuk kam ushtruar funksione si gjyqtar, prokuror apo hetues para vitit 2001, deklaroi Kelmendi. Ai gjithashtu akuzoi gazetarin Vebi Kajtazi dhe portalin e tij për shpifje dhe tentim ndikimi në punën e prokurorisë, duke cilësuar këtë si akmarrje për refuzimin e kërkesave të paligjshme. Kelmendi tha se ka marrë edhe mesazhe shantazhuese për disa raste, për të cilat ishte njoftuar edhe ish kryeprokurori. Kelmendi paralajmëroi se së shpejti do të publikojë një biografi të detajuar për të sqaruar ngjarjet edhe karrierën e tij. Ndërkohë me emërimin e Agron Çalajit, Prokuroria e Shtetit hyn në një fazë të re udhëheqjeje, teksa hetimet për masakrën e Reçakut dhe sfidat e tjera ligjore vazhdojnë.